Nuk e di, unë mendoj që prej udhëheqësve institucional, vetmja e cila ka pasur një rol shumë konstruktiv dhe përmbajtur, po njëkohësisht edhe dobishëm për interesat shëndetësore është presidenti i shtetit, e cila po e dëshmon që ka një vizion të qartë politik dhe ka një përpjekje mjaft mirë bashkëpunuese me alatët strategjik të Kosovës, sikurse Turqia, po tashmë edhe me një alat kështu identitar në kuptimin e përkatësisë fetare, sikurse Arabia Saudite, që me mbështetjen e tyre duke shtu presionin kanë arritë që të bindin Ahmet El Shara që ta njeh Kosovën në këtë moment, sepse është meritë e presidentës. Unë mendoj që është meritë e presidentës së bashku, sepse njëta natyrisht është edhe ndihmë e presidentit të Turqisë, zotit Erdogan, i cili ka lobu edhe në Ankara në takimin e fundit, kurse tash Vjosa Osmani ka bindë edhe zotin Ahmet e ka bindë edhe Mohammed bin Salmanin, princin e kurorës së Arabisë Saudite, që të lëboj tek Ahmet El Shara, edhe duke ditë që autoriteti i tij është mjaft i lartë tek udhëheqësi i Sirisë për shkak të varësisë dhe premtime për ndihmë dhe rindërtim të Sirisë, investimeve të mëdha strategjike në Siri nga ana e Arabisë Saudite, mendoj që ka qenë goditja përfundimtare, nga se nga ajo unë çka kam ditë nga komunikimet me çarqet caktuara politike dhe diplomatike atje, ata nuk kanë qenë kundër njohjes Kosovës, po jo në këtë momenton, sepse kërkojnë që të konsolidojnë shtetin e tyre dhe pas mos hinë në kriza ku ka përplasje diplomatike si Kosova me Serbinë, mi po është të i kalu, edhe nga ajo që unë kam pritur të i kalu shumë më shpejt se sa që e kam parashikuar. Dhe mendoj që është një njohje shumë e rëndësishme, është strategjike dhe që i hap dyert bashkëpunimit të Kosovës me Sirinë dhe i hap dyert edhe për bashkëpunimet formave të tjera ekonomike, turistike, ndoshta edhe amnistimin eventual, ashtu siç ka qenë pjesë e diskutimeve jo zyrtare mes presidencës, edhe eventualisht edhe ndoshta amnistimin eventual zyrtarëve shqiptarëve, të cilët tashmë janë pjesë e strukturave shtetërore të shtetit të Sirisë atje. Do të kthehen në Kosovë pa një mucë skosh. Ajo është në kompetencën e presidentës, por edhe institucioneve tjera të Kosovës që bashkërisht me shtetin e Sirisë të shohin mundësinë nëse mund të bëhet një marrëveshje.